Prej shumë vitesh Bardul Pajaj është përkushtuar kultivimit të duhanit, një traditë e trashëguar ndër breza dhe një nga kulturat bujqësore që kërkon punë për kujdesje të vazhdueshme. Edhe këtë vit ai ka mbjellë rreth 8 dëny me duhan, duke vijuar me përkushtim punën në tokat e tij. Procesi i kultivimit të duhanit kërkon angazhim të madh, që nga përgatitja e fidaneve, mbjellja, ujitja e deri tek tharja dhe përpunimi i gjethëve. Sipas Bardulit, puna në bujqësi nuk është e lehtë, por dashuria për tokën dhe përvoja e fituar ndër vite e motivojnë të vazhdojë. Por aktiviteti i tij nuk ndalet vetëm tek duhani. Krahas kësaj kulture bujqësore, ai ka investuar edhe në plantacione me portokalle, të cilat i ka kthyer në një tjetër burim të rëndësishëm prodhimi. Pemet e mbushura me fruta tregojnë për kushtimin dhe punën e vazhdueshme që ai bën çdo sezon. Fermerë si Bardul Paja mbetën shembull i punës dhe këmbguljes në zonën e Belshit, duke kontribuar jo vetëm në zhvillimin e bujqësisë, por edhe në ruajtjen e traditës së kultivimit të tokës. Të nderuar teleshikues, sot kemi ardhur në lagjen Pajalli të Njësisë Administrative Ras, Bashkia Belsh, dhe në fermën e Bardul Pajës, cili ka mbjell mbi 7 dënëm dohën dhe vazhdon që ta kultivojnë. Atëherë ta takojmë të bisedojmë me të për problemet që ka. Siç e tham, këtu jemi me zotin Bardul Paja. Nga lagja Pajalli, të ras poshtë. Sa dënëm dohën? Do mbjellësh këtë vit? 8 dënëm. 8 dënëm. Po vjen sa ke pas? 1 hektar. Sa varieteti është? E i vjetë që se letë, kjo si mjetë a bishtak. Kjo është bishtak. Kjo jetë më shumë, si Ma shumë mjetë. Kjo më t'javin e 3-4 kumtar. Po, kjo është e vadit. Po. Me vaditje. Po janë shtrejta. Janë gjitha shtrejta, ujtë jemi shtrejt, gjitha shtrejta. Nëse ujtën e keni afër. Afër e keni. Jeni të favorizuar. Po, që lërkësi e vinë? Kjo lloj pand. Vinu japin këshilla këto që grumullojnë Po, duhanin? Vinë. Ne jemi me turë. Po pra. Me turë. Se ka am gregu fije me turë. Po shumë të rënë ka artë për ta pa në herë? Po, ka, me që. Ka të 5 ditë. Ta shtiq. Tu janë 6 dëlën? Këtu. Me këtë pjesë. Këtë du të kesh diti që ke vonë, Kanë 6 ditë. 6 ditë. Se kjo dallon ka fillu të rrotullohet. Po. Një gjithë, këtu gjithë jam të Andrea. Një gjithë të reja. Dallon këtu, besoj do mash një prodhim. Po, të marë. Sa parashikon si vjetë? Në gjithë ajo është fidan akoma, po... Ke 2 gjys, 3. 2 gjys, 3. Po. Atë 2 gjys, 3. Po marrin 2 gjys për 5. Apo për 6 i bje gati bimë. Po, haqit. Nuk besoj se ka kulturë tjetër që... Jo, nuk ka. Për vezohanin nuk ka. Do mund t'japin serat, ndoshta. Po, serat. Që mund t'japin. Po, këto të mire. Në këta kulturët e arëve, dhe më thonë duhani është... A, gatë s'kemi ma. Punëtorë s'ka ma. Po. Kjo do vjell. I do gjitha. Ti e përballon me familjen? Po, me familjen. Sa vetë? Marrë në punëtorë. Për vjelljen. Për vjell. Po për ta qep me makineri, apo? Me makineri e kështë shpi. E baja që e vjen me palë. Me palë, po. Dhe i qep në shpi. Po t'je kene i hangar? Kam boj hangar. Këto të firmës i japin e ndihmë për plasmasin e hangarit, a për këto? Jo, nuk kam dhanë. Vetëm kukullat japin. Po plera? Jo, nuk japin. I blenë vetë gjithë. Qa plera u përdojnë? Ne këtu 3,6 majta. 3,6 majta. Për trajtime kundër pleshit për vitin e kaluar? Po, i bojmë gjithë. I bojmë komplet. Ja, me mas i shiv. Për vrugun? Po, mas i shiv do vrugun. Po, se rritet temperatura, lakështia ekziston dhe... Po. Sa familje që e diti që njëllin? Tu janë 20 familje. 20 familje, të më thonë na 5-6 dëllën besoj? Po. E pak ta 5 dëllën. Ka që kanë mbjellë mbi hektarë? Ka. Kanë mbjellë mbi hektarë? Ka. Se da nejna hitret besoj që kanë... Ka. Kanë mjellë, se këto 2 lagje, po kjo shosh dhe... Jo, nuk mjellë. Nuk mjellë. E që këto kësi ma ashpër. Do ujë. Po, do ujë. Ujë s'ka?
Do ujë për ta vanë, ujë për ta... Për gjitha. Shof që ka shumë grëm. Ka grëm, qëti pojnë, ta prashisit. Dhe marrin punëtorë dhe prashisit. Po. Sa pagun punëtorin? Sa pagun? 30.000. 8 orash. Po, 8 orash. 30.000. Po se kjo është me grëm, nuk është grëm ujë. Jo. Grëm tokë. Grëm i zakonshëm. Këto kanë qenë luftuar duke punu tokën në korrigu, kur ishin kohët kooperativës. Korrig, që shurë korrig, që ajo thash grami që nuk dilte fort gram. A i krymi morën? A i krymi tel. A krymi tel. E ka hanë, e ka kohë. Po rinë e prapë. Ja, ka hanë. Këto kanë krimbi tel. Po është një krimi tel, po është i dëmtues tjetër që vjen pak ma vonë ai krimbi murën që mbledhet kulice. Ka fshon gjetën dhe edhe rjep këtu ke kjo. E rrinë vetë. Po, kur doni rritet që bëhet rreth kaq. Po. Mi fjell. Këto është besoj të zëvësoni më. Jo. Sepse kjo në rritur. Nuk zëvësoj më këtu. Do zëvësosh aty më tonë, ka tjetër. Po. Ka dhe numër gjithë. Ka. Ja, jo, dhe zonë, ja, dojë. Dhe jetë. Po. Prashitin e parë. I me të fillojnë. Do filloni. Kemi ne 2 ditë vonje, Po? e ne të fillojnë prashis. Prashitin e parë që e poni, prashitin e kështë të letë, apo Jo, të ranë. Tron. Edhe në kohët kooperativës, prashitin e parë bëhash e thellë. Po, a ne e dyta s'ka ka. Nuk luesh fare këtu Jo. afër fitanit. Jo. Do i fjalë prashit. Prashitin e dytë pastaj ishte prashitin e lehtë. Po. Që thoshin, hiqin bariset, bëhash në i mafje. E ti. Miellim çdo vit ne. Pas nuk e ke përfunduar. Jo. Voni. Jo. Sa vjet keni që vini do? Gjithë jetën. Nuk e keni ndërprer fare? Ja, Si vit. unë që se kam linë dëhën, jo marë. Si konkretet dohan, dhe? Po, unë kam linë dëhën 100 kooperativë. Kooperativë. Boje 55 ditët. Në Ishe? atë kohë ishe kaq. Una. Po. E në të maj mendit. Se vijin e këstalla aty, ke hangari. Po. A, kemi lëviz. Po ti ke lëviz, i me po lëviz do ven. Po. Me gjatë të këndon e unë ka, po ka dhe i pra një vërdi, ha? Mi me të vedullim poshtë. Doj qik forca pune, po. Na vret shumë qiraja ne, qiraja. I thëmë 20.000 lekë qiraja. Po, te kemi marrë me qirane këte. Ku kemi tokën? Se ne kemi anë toka tona. Ti. A keni Po, marrë? Këta në ka marrë 20. Këta në nata. 20 dullim. Me 20.000 Dohanë lekë. është da jo dje? Dohanë. Ata shofim dhe. Dohanë. Ku keni prashit se jo? Ja këtu. Ja të shikoj mirë. Që të rikujtojmë ato vitet agronomisë që ka loshin brigadat Po, për prasit. Ishe kalamo për Prasitje. Edhe nuk e prek, ha? Ja, kjo është e Kjo prashit. prashitje. Kjo prashitja amunizmi. Po. Shumë e kontrollonim ne, ja? Ja, shumë. Ja, shif. Po, me kartën. Stel, ha? Po. Tani kjo rrotullohet Iken vetëm. shpejt. To vapim e. Ky vapen automatikisht vetëm këtu. Po. Automatikisht. Po shkon pra e se. Se që do vap, sa Po, ujë poshtë. Po. Vjen këtë nishin. Këtu. Shumë mirë, dhe më kjo lloj prashitje është Shumë e mirë. kjo është shumë e mirë. Kjo e ngre për heri Ne dohanë. dohanin, po ndërkohë largon dhe krimin tel. Po, djetën. E tëm, Djetën. mi fjell. Po. Nëse po ta lësh në atë formë, Shu shtrejtë dhe? Jo. ai jo vetëm nuk rritet, po E rrin vend. fillon edhe ta dëmtojë dhe krimi për Vend. të punë. Është shumë mirë, domethënë keni bëj punë
Jashtëzakonisht. Shumë e mirë. I me ikim shumë, në? Po. Shohëm këtë trëdullim që tjetër nga lartë, në? Po. Atëherë këtu jemi një parcelë që është mjellë më shpejt. Ma shpejtë, me edhe para. Edhe me fitana shumë të mira besoj, në fillimit. Edhe gjendja është shumë e mirë. Domethënë, ka numrin e bimëve, ka zhvillim të kësaj, vetëm se kjo kërkon që të prashitet. Po, vetëm që kazmë. Domethënë, puna parë që do bëni ju dhe jetë prashitje. Po. Edhe këtu prashitet më lehtë për arsye se është bima më arritur. Ma rritme. Nuk e mulon. Ja. Sepse atje ku janë bimë të vogla, Mullohet. mulohet. Një fjallë. Po dallohen ja atje për shembull mund të kenë farishe të më të mëdha. Po. Një fjallë. Në Rollin e kanë farishtet. Parishë dhe kanë. Ato kanë Po qenë farishe të kalitme. Po qenë farishe të mëdha, edhe zonja dhe rritja janë shumë e mirë. Ja për shembull kjo, këto dy farishte këtu, Në shumë të mirë. këto kanë qenë shumë të mira Po. si farishte. Dhe ajo atje, dhe kjo këtu. Po. Kjo do vinë shumë shpejt për të vjelë. Po. Për të Kjo punë. në data 5-6, që shohë videt. Po. E në më shpejt. Po, dhe më shpejt. Se rritet. Atere ka atere. Atë vetën e një. Në data 5-6. Kjo është për mua është ideale. Po, shumë e mirë. Është ideale. Vetëm aga dojë me kasë. Po, kasë më ndojë. E ne ikeni me. Edhe ikën, mi fjekë këtu në ras, milë në ju si paelli. Sa fermera vëzisht, e 20, 23-4. 23-4, dhe më thonë ja 15 hektarë, besoj, e? Po. Sa për lëvëri, sa përcisht 15 hektarë. 8 dyllim. Po. Mielin hidrit, Dullanjak, don lejak lest. edhe lest. Të tjerë jo nuk mjellë. nuk mirë. Dhe më thonë, ajo që kjo shekës, Jo nuk mjellë. E 2 vetë po e mjellë. 2 vetë, e ki pa dhe rrugës ata, ne? E 2 vetë. Edhe këto tjerë që janë në të haskallarë, Jo, nuk nuk mirë. mjellë. Se shteti duhet edhe ujë. Edhe ujë, Nuk ja. kanë ujë ata. Po. Nisë. Duhet ujë. Kurse kënej sigurohet ujë. Po. Plus që, me thënë të drejtën, janë toka më pjellore këto tokat Po, e juja, këto dhe të pjesa e hidrit. Po. Edhe ka shkallarë duhoni bënë, aty Po, cilësisë po, lartë, po. ndoshta nuk jep atë rendimentin e dur, Po bëhet. por Jepe po do ujë. po do ujë. Kështu që atje nuk ka ujë dhe në këto Nuk ka kushte ujë. nuk mund të përdorë. Kur e marroni Shtator. Mielli, kur mund të marroni? Ja me bëja 4 ditë 5. E marrë. Edhe pastaj filloni me prashitje. Direkt prashitje. Direkt prashitje. Mirë. Bojmë prashitjen e fillojmë vjellën direktën. Këtu jemi me Pik paja. paja që punon të bardhyt, e? Po. Po bardhyt. Po ne përshoni që ti po vadit. Po vadisë nuk vinet. Sa vadit? Rjeshtët. Vadit rjeshtët, e? Po, se nuk vinet, sa është shumë Po. e farë. Sa ka qenë hasur kjo? Po, ta gji ka qenë. Ka qenë tajgi. Po, është punu i menë, ne, Po. o bërë fresë, Pra edhe për milët të hanë. ti vadit këto mezët, e? Po, brazët e se dhe vinet të hanë. Po. Edhe pasaj kur vjen dohoni, vadit edhe dohoni, ne? Po, pa tjetër, se nuk se në shuhe. Po. Dohoni vadit, 2 herë vaditje. po, 2 herë vadit. Sa dylem është kjo përcela? Që on 4 ditë. Ka të dylem. E këtu gjendje që ka shumë e mirë. Shumë e mirë. Te kur e ke mirë, sa ditë ke? Po bën 4 ditë. 4 ditë. Po e ke vaditur Po, besoj, e? po. Edhe farishet kanë qenë Të mira, të mira. shumë mira. Edhe po e shoh që ke në uniforme, ha? Kjo ka zonë 100%. Po pra. Pra Kjo këtu nuk kemi as dëmtime, Jo, nuk ka. nuk kemi as Ma shumë e mirë. dështime Jo, të këtyre. Edhe toka që ka E përgatitur. shumë e përgatitur. Shumë e përgatitur. Ujë afër ujit, Po. uz liqenit Po, të pa e lidhet. pajellivet, Po. ose rezervarit, a ujë mbledhësit që quhet. Po. Tu merr ujë dhe lushja, Po. po rasa ka në i pompë kështu për Jo, shembull nuk që- ka, nuk ka. Vetëm që marrin në mënyrë individuale, Po. Që pompa në prish. Ka qenë Po. pompa përpara Po, ka qenë sistemit poshtë. apo tani? Po, sistemit. Ka qenë atje në fund, Jo, këtu. Mi gry këtu. po, Si vadisë e gjithë rasë. pa vinte në përkodër, e? Ani dolin më rreth, këto shpita atje në kodrë dhe në vite për qark. Ka qenë Po, gjithë nuk po, ky vend. Vadisë e rasa e gjithë. Kjo lagje vadit. Një fjalë nuk ka më pompa, që marrin vetë fermerët në mënyrë individuale, e? Po. Vet. Një fjalë. Kemi tjerë sa hatin vetë. Ti në the që ke edhe portokallë. Po. Sa rënë ke? 1000. Pas e goxha?
Si për falje, me sa vite ke që i ke? Viti 6. Viti 6. Vjetë more në i prodhim? Mora. Jo shumë, po mora. Ku i shite? Lushin, trek. I me tregu, Po. Qa çmime shkën qenë vjetë? 400 lek, 500 lek, 300 lek. Ja Leverdis? Po sta Leverdis, po ku të vedhe? Ku ta qoj? I ke mbjell. Ku ta qoj? Limona i ke? Portokall. 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 Po. Ku të qoj? Ham, thëmë. Po qa veni ke këtu? Ja, gjithë këtë blok, dhe ke shpije latë. Në këtë blogun e ke me Po, me portokalla. Komplet. Dhe ke shpije. Të në tha ftofti. Dhe e ke prejtë. Po. Në tha ftofti në prejtë. Ne i shpak për qatë, Po, që mos e po, thyjera. po. Edhe pasaj kuptohet dhe i rrëdhosh, apo jo? Po. Dilon që 3-4 dekë. Të rritën në e rrëdhan. Se një tje që këto këte ma. Keq edhe këto, Po, kërmil. edhe këto kërmillat. Hype në altë ha. E. Po. Krasitin vetë ja bën? Vetë, gjitha vetë. Gjitha vetë. Dhe më thamë aftofti, ha? Po. Si ke pastruti? Jo, si kam pastru të qelin i. E qenë. Ne pastroj. Mu më duket sikur s'kan shumë lule. Nuk ka. Se mirë I të të më ftofti, nuk ka. nuk pa ka në ajta si mirë. Po pra po ja shof shumë pak. Te në altë s'kapi ftofti, e manë mje. Po, ja ai është shumë mirë. Dhe ai Nuk është i shumë kapi mirë. ftofti këtë lartë. Po. Këtu te i kapi. Ky ka shumë pak. Ky ka lulëzim normal për i portokall. Po, po. Me fjalë. Po. Sepse dorëzohet edhe kokra dhe lule. Diskutohet. Ky ka i mirë se La ma sa ky të man sa do. Ma e sa do vede. Sa i ke dhonë ushqim, edhe uj. Po ujë si më gona të gjamë do. Po. Nëse goqa punë ke dhonë. Ja me puntohet. Se vetë, si a dalim do të në. Marim puntohet në punaj. Pa ka punëtor. Po të gjim, që ku të dhe? Se mirë punëtor, Unë ne? që keq punë. Këtu i me mosha 3 ka njëllë. Ata punëtorët? 3 tike. Anik pra. Po, sa vjeqarë dhe jenë? 15. 15 vjeqarë. Ta janë shumë një. Mirë. Po do të bësh në i pastem për mrena. Po. Për Po, shumë të këtë marri pak ajer. Po s'boni lullëzimit, ma ju lullëzimit nuk ja bon E, doti. mirë për në rregull. Për shumë, hek në i dekë, po, po. ja për shumë Ja, kjo ja. rrallon, shef në kënej, Hej, në pak. shumë pak. E pastron E pasër. me qëllim që të futet dhe ajri, Po. se nxihen këta. Nëzimit. Në kur janë Në spekati. në hije, Nëzimit. ato fillojnë nxihen gjethet edhe trumu. Po. Të nderuar teleshikues, siç edhe na ndoqët, ne sot ishim në lagjen Pajalli të Rasës dhe në fermën e zotit Bardhyl Paja dhe Sazan paja. Sazan Paja, të cilët kanë mbjellë doan në 8 dylëm, të më mbi 8 dylëm, se cili dhe doan e kanë gjene shumë mirë dhe unë në emrin tim personal dhe në emër të televizionit Beqit i përgëzoj për punën dhe sakrificën që bojnë këta fermerë në këtë kohë. Atëherë, Po faleminderit. faleminderit e juaj. Atëherë, faleminderit për vëmendjen, mirupafshim në emisionet ardhshëm.